Korea e Veriut deklaron se është gati për luftë pas mbritjes së një njësie të marinës amerikane në rajon. Vendi do të mbrohet nga pushtimi me forcën e armëve, ishte reagimi i zyrtarëve atje. Qartazi i irrituar nga prania e aeroplanmbajtses USS Carl Vinson dhe disa luftanijeve të tjera në ujërat e Gadishullit korean, Penjani paralajmëroi për pasoja katastrofike në përgjigje të çdo provokimi të mëtejshëm të Shteteve të Bashkuara. Tensionet me vendin komunist janë rritur prej kohësh nga stërvitjet e përbashkëta ushtarake të SBA-s dhe Koresë së Jugut, të cilat veriu komunist i sheh si prova të përgjithshme për pushtim. Një stërvitje e tillë u zhvillua në Pohang pikërisht në kohën kur aeroplanmbajtësit amerikane afroheshin në zonë. Do të bëjmë përgjegjëse Amerikën për pasojat e tmerrshme që mund të sjellin veprimet e saj skandaloze, tha një zëdhënës e Ministrisë së Jashtme koreano-veriore. Ne jemi të gatshëm të reagojmë në çdo mënyrë lufte që dëshiron ajo. Në fundjavë, presidenti amerikan Donald Trump i kërkoi zyrtarëve të paraqesin alternativat për eliminimin e kërcënimit bërthamor të Koresë së Veriut. Penjani tani vonë bëri një provë me raketa balistike duke shkelur sërish rezolutat e OKB-s që i ndalojnë veprime të tilla.